Zgjohu. Jeta nuk pret askën. Zgjohu. Po, ty të flas. Zgjohu para se të jetë vonë. Sepse ndërsa ti pret, jeta po ecën. Sekondat po ikin, ditët po zbehen dhe ëndrat po mbeten pezull, të pambajtura, të paprekura. Mos mendosh se jeta do të ndalet për ty, ajo nuk ka kohë për mëdyshjet e tua. Nuk ka as ndjeshmëri për justifikime. Nuk ka butësi për ata që nuk marrin vendime. Jeta është si një tren që nuk ndalon në çdo stacion. Ai ecën vetëm për ata që janë gati të hipin pa frikë. Njerëzit presin. Presin momentin e duhur. Kohën e përsosur. Qetësinë. Paratë. Mbështetjen. Miratimin. Por e vërteta është kjo, nëse nuk zgjedh të zgjohet tani. Do të zgjohet një ditë kur gjithçka që mund të bëje do jetë vetëm një kujtim i dhimbshëm i asaj që nuk bëre kurrë. Zgjohu nga gjumi i pritjes. Nga iluzioni se dikush tjetër do të vijë dhe do të të shpëtojë. Askush s'do vijë të shpëtojë. Ti je shpëtimi yt. Ti je përgjigja që po kërkon. Fuqia është aty brenda teje, vetëm se ti e ke heshtur për shumë kohë. Koha nuk është në anën tënde. Ne shpesh sillemi sikur koha është e pafund. Sikur kemi përjetësi për të bërë gjithçka. Por realiteti është ndryshe. Koha është një mësuese e rrept. Ajo ikën dhe nuk kthehet më. E nesërmja nuk është e garantuar. Çdo ditë që kalon është një ditë më afër fundit. A je duke e jetuar me këtë ndërgjegje? Çfarë po pret? Të rriten fëmijët? Të përfundosh detyrimet? Të vinë kushtet perfekte? Të jesh më i sigurt? Në këtë mënyrë do të kalosh të gjithë jetën duke pritur, jo duke jetuar. Njerëzit që arrin gjëra të mëdha nuk janë më të talentuar se ty, ata thjesht nuk presin. Ata zgjedhin të veprojnë edhe kur nuk janë gati. Ata e kuptojnë që perfeksioni nuk vjen kurrë. Që rruga hapet ndërsa ecin, mjaft me justifikime, por unë kam shumë përgjegjësi. Por nuk kam kohë. Por nuk kam para. Por kam frikë të dështoj. Këto janë fjalët e një mendjeje që ka pranuar burgun e zakonit dhe frikës. Mjaft. Sepse për çdo por që nxjerr nga goja, dikush tjetër me më pak se ti po krijon një jetë që ti vetëm e ëndërron. Justifikimet janë shkopi që veten e rre me të. Çdo herë që i përdor, i thua vetes, unë nuk mundem. Por mundesh, ti mund të ndryshosh, ti mund të fillosh sot, ti mund të jesh ai që ke lindur të jesh. Fuqia e vendimit, gjithçka fillon me një vendim. Jo me një plan të përsosur. Jo me një strategji perfekte. Thjesht me një vendim të brendshëm që thot, mjaft më kështu. Do të ndryshoj jetën time dhe do ta filloj tani. Kur e bën këtë vendim, gjithçka nis të ndryshoj. Jo me njëherë nga jashtë, por brenda teje. Ndjesia që nuk je më viktime e rrethanave, por drejtuesi i jetës tënde. Dhe kjo ndjesi është e paçmueshme. Ti nuk je vonë, je pikërisht në kohë. Nuk ka rëndësi sa vjeç je. Nuk ka rëndësi sa ke dështuar. Nuk ka rëndësi sa herë e ke shtyr veten për nesër. Ti mund të fillosh sot. Sepse ndryshimi i madh nuk ndodh nga jashtë. Ai ndodh kur brenda teje lind një zë që nuk hesht më. Zë që thot, zgjohu. Mjaft më gjumë. Bëje këtë jetë të vlej. Çfarë humb nëse nuk vepron? Të ndjekësh ëndrat është e vështirë. Të ndryshosh jetën kërkon sakrificë. Të largohesh nga zona e rehatisë dhe të përballesh me veten kërkon guxim. Por e ke menduar ndonjëherë çfarë humbet nëse nuk e bën? Humb lirinë tënde, humb potencialin tënd, humb jetën që mund të kishe ndërtuar, humb mundësinë për të lënë gjurmë, humb veten, dhe ky është çmimi më i lartë që mund të paguash. Zgjohu sot. Jo nesër. Sot.
Bëje një zotim me veten, që nuk do të presësh më, që nuk do të justifikohesh më, që nuk do të jetosh më për të tjerët, që nuk do të jetosh më në një ditë, që nuk do të lejosh më frikën të paralizoj. Fillo me hapin më të vogël. Bëj një ndryshim të vetëm. Ec drejt qëllimit tënd me vendosmëri. Nuk ke nevojë të bësh gjithçka në një ditë, por duhet ta fillosh sot, në fund të jetës tënde. Kur gjithçka të jetë thënë e bërë dhe të shohësh pas, nuk do të pendohesh për gabimet që bëre. Do të pendohesh për mundësitë që nuk i more, për ëndrat që i mbyllen në sirtar, për guximin që nuk tregove. Mos e lejo veten të jesh ai person, zgjohu. Jeta nuk pret askënd, por ajo i shpërblen ata që veprojnë. Vepro tani. Sepse jeta është shumë e shkurtër për të jetuar në gjumë.